Kategoria e parë hyn në një fazë vendimtare këtë të shtunë me 11 prill me zhvillimin e javës së 30 ku të gjitha ndeshjet do të luhen në të njëjtën orë në orën 15. Në këtë pikë të sezonit çdo pikë ka peshë më të madhe si për skuadrat që synojnë ngjitjen në elitë, ashtu dhe për ata që luftojnë për të shmangur rënien. Një nga sfidat më interesante pritet të zhvillohet në stadiumin Gyorgji Kyçyku, ku Progrardeci pret të Kuksin. Vendasit synojnë të shfrytëzojnë faktorin fushë për të marrë maksimumin, ndërsa Berlindorët udhtojnë me moral të lartë dhe besim të shtuar. Kuksi po kalon një moment mjaft pozitiv, duke mos njohur humbje në 6 ndeshjet e fundit. Skuadra e drejtuar nga trajneri Bledi Kadiu ka grumbulluar 12 pikë në këtë periudhë me një bilanc prej 3 fitoresh dhe 3 barazimesh. Pas një serie barazimesh, ekipi ka reaguar fuqishëm me 3 fitore rradhazi, duke u ngjitur në renditje dhe duke rritur ndjeshëm shpresat për mbijetesë. Nga ana tjetër, Progrardeci mbetet një kundërshtar i fortë në shtëpi dhe do të kërkojë të ndalë ecurinë pozitive të Kuksit në një përballje që premton ritëm dhe rivalitete deri në minutën e fundit.